Falënderimet dhe lavdërimet i takojnë Allahu xhalla xhelalu, atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatën mbi pejgamberin alayhis salam, familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që pasojnë dhe ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. E me pastaj të ndershëm vëllezër besimtar të pranishëm, po ja afrohemi edhe vitit kalendarik hënor. Praktikisht na ndon edhe një muaj për ta përfunduar këtë vit kalendarik hënor. Ashtu si që kemi filluar vitin me ditë të veçanta, të bujshme dhe të vlefshme, gjithsesi që muajin të cilën do të hyjmë në te, muaji Dhulhixhe, është për plot vlera. E duke qenë se muaji Haxhit në radhë të parë, kemi të bëjmë me Haxhin dhe kryerjen e Haxhit, do të mundohemi që në këtë hutbë të flasim pak a shumë për vlerat e Haxhit dhe disa porosi për haxhilerët, të cilët nga sot veç jam mësyn vendeve të shenjta, o fjala nga vendet tona, dhe në këtë çast lutem që Allahu xhelle xhelaluhu t'u lehtëson udhëtimin e tyre, t'u lehtëson kryerjen e Haxhit, t'u pranon Haxhin dhe adhurimet të tjera dhe të kthehen në familjet e tyre të pastër dhe me shpërblime. Të ndershëm vëllezër të pranishëm, gjithsesi që Haxhi është një prej 5 shtyllave të Islamit. Dhe si i tillë i bie se çdo musliman dhe muslimane e ka për obligim kryerjen e Haxhit nëse i plotson kushtet. Andaj dhe Allahu xhelle xhelalu thot në Kur'an në surën Ali Imran: "Walillahi 'alan nasi hajjul beyti man istata'a ilayhi sabila." Dhe njerëzit e kanë për obligim vizitën e shtëpisë së Allahut, praktikisht kryerjen e Haxhit, për ata që kanë mundësi, është fjala, kanë mundësi fizike, janë të shëndosh fizikisht dhe mendërisht, dhe kanë mundësi materiale dhe rruga e tyre deri tek vendet e shenjta është e lirë. Prandaj të ndershëm vëllezër, kjo determinon se Haxhi duhet të jetë projekt jetik me prioritet në jetën tonë. Pra muslimani, besimtari, duhet ta ketë kryerjen e Haxhit me prioritet në jetën e tij. Siç kemi thënë edhe viteve të kaluara, Haxhi nuk duhet të bashkërënditet në numrin e fundit në listën e projekteve tona, por duhet të prin listet me projekt. Dhe nëse jemi të tillë, pastaj shohmi edhe vlerat. Prandaj dhe transmeton Ibn Abbasi, Allah qoftë i kënaqur me te, ku pejgamberi alayhis salam thotë: "Ta'ajjalu bil hajj." Përshpejtoni kryerjen e Haxhit. Drejt, sakt, thjesht, kështu është shpreh pejgamberi sa. Nuk ka thonë kryeni Haxhin, kur ti kryeni këtë punë tjera. Ta'ajjalu bil hajj. Prandaj dhe fukahat, juristët, shumica absolute, po dhe shkolla hanefite, me theks veçantë, kryerjen e Haxhit, pra përshpejtimi i Haxhit është obligativ. Thot pejgamberi sa. Përshpejtoni kryerjen e Haxhit, sepse ndodh që smuheni dhe s'u kryeni, apo ndodh që ju hup mjeti i udhëtimit, të pamundsohet, apo ndodh që paraqitet ndonjë pengesë dhe s'u kryen Haxhin, sikur që patëm para pak viteve pengesën e Covidit e të ngjashme. Prandaj të ndershëm vëllezër, pra çështjen e kryerjes së Haxhit duhet ta kemi prioritet në jetën tonë. Dhe themi të ndershëm vëllezër se kryerja e Haxhit manifeston tubimin më të madh të besimtarëve musliman në ndonjë vend dhe kohë. Andaj, besimtarët me kultura të ndryshme, të grup moshave të ndryshme, të gjinive të ndryshme, të gjithë së bashku, jam mësyn shtëpisë së Allahut xhelle xhelalu, për ta shpreh varfërinë dhe nevojën e tyre pranë Allahut xhelle xhelalu, për të kërkuar nga Allahu xhelle xhelalu, për ta adhuruar Allahun xhelle xhelalu. Dhe themi se krejt ky diversitet i kulturave të ndryshme, të besimtarëve që vinë nga anën mban bota, përveç adhurimit dhe madhërimit të Allahut, determinon fuqizimin e raporteve me njëri tjetrin. Për atë arsye dhe konsiderohet shoku i Haxhit shoku më i mirë. Kështu që të ndershëm vëllezër, haxhilerët janë mësyn shtëpisë së Allahut xhelle xhelalu dhe vendeve të shenjta, për t'i kry
ceremonitë e haxhit. Andaj, ka do që shkojnë haxhit, në kohën e haxhit, e ndëgjojnë maksimin e haxhit, telbien, lebejk Allahume lebejk, të përgjigjem o Allah, të përgjigjem. Dhe nuk ka gjë më të mirë, edhe më me vlerë, dhe diçka që e afron besimtarin të Allahu më shumë se sa kjo maksim në kohën e haxhit. Andaj të ndershëm vëllezër, vlerat e kryerjes së haxhit dhe mirësitë janë të shumta. Për shkak kohës së ngushtë po mundohena me numëru disa prej tyre, mirësitë, fadiletet, të mira që na i sjell haxhi. Në radhë parë të ndershëm vëllezër, kryerja e haxhit përveç që është një prej 5 shtyllave, edhe tham që nuk bën me e vonu pa arsye, nuk bën me prolongu dhe me shty pa arsye. Kryerja e haxhit vëllezër është prej veprave më të dashur tek Allahu xhelle xhelalu. Kështu i pyetur pejgamberi alayhis salam, o i dërguari i Allahut, cilat janë veprat më të dashura te Allahu? Në radhë parë e ka vendos imanun billah, besimin Allahun, e pastaj lufta në rrugën e Allahut, e pastaj haxhi i pranuar. Pra të ndershëm vëllezër, gjithmonë kudo që flitet, cilat janë veprat më të dashura te Allahu, duhet ta prekin vëmendjen tonë, ta nxisin ndjenjen tonë se duam ta kënaqim Allahun. Pra, o i dërguari i Allahut, me çka kënaqet Allahu? Me çka mund të afrohemi te Allahu? Besimin Allah. Në radhë parë, sepse mbi bazën e besimit të vëllezër ndërtohen veprat. Pa qenë besimin në rregull, as namazi nuk është në rregull, as haxhi nuk është në rregull, as agjerimi nuk është në rregull. Kështu që në radhë parë renditet besimi, prandaj ti përkushtojmë kohë besimit, pastaj vijnë veprat. Është radhit lufta në rrugën e Allahut, pastaj ka ardhur haxhi i pranuar. E cili është haxhi i pranuar? Ashtu siç e ka kry pejgamberi alayhis salam dhe ka porosit me kry. Pastaj të ndershëm vëllezër, prej të mirave të haxhit është se për haxhin e pranuar, siç e cekum, nuk ka diçka tjetër nga shpërblimi pas xhenetit. Kështu është shpreh pejgamberi alayhis salam. Pra, kur ka shpjeguar për vlerat e haxhit, ka thënë, nuk ka shpërblim tjetër për haxhin e pranuar pas xhenetit. Që i bie të ndershëm vëllezër se ky mund, kjo sakrificë, kjo lodhje e haxhiut nga vendi ynë dhe vendet e tjera që nisen drejt Qabes dhe vendeve për t'i kry ceremonitë e haxhit, nuk ka shpërblim tjetër pas xhenetit. Andaj, ja vlen të investojmë, ja vlen të sakrifikojmë, sepse shpërblimi është shumë i madh. Pastaj të ndershëm vëllezër, kryerja e haxhit fshin mëkatet, por largon edhe varfërinë. Fshin mëkatet, na pastron Allahu xhelle xhelalu përmes kryerjes së haxhit, na pastron nga mëkatet e vogla, s'ka dilemë. Por kompromisit e dietarët islam është edhe për mëkatet e mëdha. Ka mendime edhe për mendime të mëdha, por për mëkatet, gjunahet e vogla s'ka dilemë që pastrohet besimtari nga mëkatet e vogla me kryerjen e haxhit. Kështu transmetohet nga Ebu Hurajra ku pejgamberi alayhis salam ka thënë: "Men hajja felem yerfuth wa lam yafsuk raja'a ka yawmin waladathu ummu." Ai i cili e kryen haxhin, por duke qenë i kujdesshëm, ruhet nga gjunahet, ruhet nga mëkatet, por dhe e ruan gjuhën e tij, i ruan veprimet e tij, pra ruhet nga mëkatet të cilat mund ta zbehin dhe prishin vlerën e haxhit, kthehet në shtëpi ose kthehet në vendin e tij, sikur atë ditë që ka lindë nëna i pastër nga mëkatet. Pastaj ka në hadithin Abdullah ibn Mesudit radhiyallahu anhuma, ku pejgamberi alayhis salam ka thënë: "Tabi'u bain al-hajj wal-umra." Kryeni sa më shpesh haxhin dhe umrën. Fa innahuma yanfiyani al-faqr wadh-dhunub kama yanfi al-kir khubth al-hadid. Kryeni sa më shpesh haxhin dhe umrën. Pra, mos e vanoni, por edhe mos jeni larg njëri tjetrit. Pra, nga haxhin haxhi, nga umrja në umre, sepse haxhi dhe umrja e largojnë fukarallakun, varfërinë dhe pastrojnë nga mëkatet, sikur që detergjenti pastron njollat, pa pastërtinë, ashtu pastron edhe arin dhe argjendin, dhe në fund hadithit ka ardhur, nuk ka shpërblim tjetër për haxhin e pranuar pas xhenetit. Pastaj të ndershëm vëllezër, nga të mirat e kryerjes së haxhit, haxhiu dhe umregjiu
ka një privilegj shumë të veçantë, sepse janë mysafir të Allahu xhelle xhelalu. Dhe mendojmë se sikur të ishte vetëm ky e mirë, por haxhiun dhe umregjiun do të mjaftonte. Pra, duke mos bë krahasime, por duke sjell shembuj, sepse Allahu t'i takon shembulltyra më e lartë. Të ndershëm vëllezër, llogaritni po të thret i pari i vendit, ose po të thret personi më autoritativ nga njerëzit në botë. Kush do të qoftë ai? Si e ndin veten? Si ndihesh ti emocionalisht? Megjithatë është pritje njerëzore. Megjithatë është një shërbim njerëzor. Megjithatë jemi mysafir i një koqiri që është i ngjashëm me ty. E llogaritni të ndershëm vëllezër, haxhinit dhe umregjinit janë mysafir të Allahu xhelle xhelalu. Kështu thot pejgamberi alayhis salam, që haxhit dhe umregjit janë mysafir të Allahut. I ka ftu Allahu, i janë përgjigj Allahut. E lusin Allahun dhe Allahu ua pranon lutjet e tyre. Andaj të ndershëm vëllezër, krejt kjo mirësi dhe ky privilegj determinon se vërtet haxhi duhet të jetë me prioritet në jetën tonë. Dhe duhet ta përshpejtojmë, sepse kemi të bëjmë me afrim të Allahu, me falje mëkatesh, të jemi mysafir të Allahut e kështu me radhë. Dhe të fundit që po e cekin nga vlerat për shkak kohës së ngushtë, tani të ndershëm vëllezër, haxhi përveç vlerave shpirtërore dhe humane dhe të tjera, haxhi e ka lidh besimtarin. Pra është një shkollë për të treguar besimtarit se ashtu siç ne evolojmë nga aspekti fizik dhe biologjik dhe kalitimin jetën e përditshme, duhet ta kuptojmë se standardet e jetës nuk janë të njëjta. Pra, haxhi na parapragatit se në këtë botë ka zahmete, ka vështirësi, ka smundje, ka vujtje. Prandaj, shëtitje nga një vend në një vend tjetër, pra nga Arafati, e në Muzdelife ku kalohet nata, pastaj në Mina gjujtja e gurve, dhe pjesë të tjera që kanë bëjmë me ceremonitë e haxhit, të cilat të gjitha këto determinojnë se llojshmëria e kryerjes së këtyre ritualeve tregon se duhet të sakrifikojmë rrugën e Allahut, sepse ne edhe ashtu gjatë vitit shumë më shumë sakrifikojmë ose investojmë para, për cilat ndoshta edhe do të bëhemi pishmon në ditën e gjykimit. Prandaj ky investim që e bën haxhiu ja vlen sepse afrohet te Allahu. Por të kalit me kuptu se nga njëherë gjumin e bën shtrat, po nga njëherë bën tokë. Për të pasë ka të tillë që jetën e kalojnë të tillë, në varfëri, në pagjumësi, në vështirësi. Edhe shumë e shumë mësimet të tjera të ndershëm vëllezër që nxirren nga haxhi, mirë po kjo ishte koha e limituar. Lutim Allahun xhelle xhelalu dhe një herë që Allahu na mundëson kryerjen e haxhit dhe të umrës, ndërsa ata që shkojnë në haxh, Allahu t'ia lehton rrugtimin e tyre dhe t'u pranon. E them këtë që ndëgjuat, kërkoj falje për vetë dhe për ju, kërkoni dhe falje sepse Allah është falësim. Të ndershëm vëllezër të pranishëm, në këtë çast ndoshta shumë kisha porosi për haxhinit. Qoftë ata që i kem këtu që do të nisin sot apo nesër, apo dhe ata që na përcjellin përmes rrjeteve sociale. Fillimisht, porosia jonë e para është që të ndiheni mirë dhe me fat, që ju këtë vit do të jeni mysafir të Allahut xhelle xhelalu. Pra, preokupohu me atë ku po shkon. Mos u preokupo se çka do të ndodh. Shpesh herë na ka ndodhur neve, edhe student kur kemi qenë, dhe prej haxhilerëve kemi ndëgjuar, dhe porosi që japin njëri tjetrit, rrujës atje hub. Haxhilerë të nderuar, nuk jeni të shku me hubje atje. Jeni të shku në shtëpinë e Allahut. Gëzoju ku je të shkuti. Mos u merr me hamendsi, mos u merr me çështje të cilat nuk i përkasin këtij udhëtimi. Ti e ke një udhëtim të jetës. Haxhi është udhëtimi i jetës. Ky është investimi më i miri që ke bën. Prandaj gëzoju ku je duke shku. Ne shpesh i gëzohemi udhëtimeve tona që në jetës së kësaj bote pak ditore, e që shpesh herë kthehemi edhe dëshpëruar. Ti të shku me një vend që çdo hap është i garantuar për ty, gëzoju. Porosia e dytë, je duke shku mysafiri i Allahut. Ndoshta një herë në jetë tipet kjo mundësi. Programoje kohën tënde, shfrytëzoje kohën tënde në adhurim. Pra çdo minutazh, çdo minutë që ki, çdo çast që ki, çdo hapësirë që tipet shfrytëzoje, sepse ndodh që nuk të përsëritet. Jo rrallëherë ndodh që për shkak, sidomos pas kryerjes së ritualit të haxhit, kryerjes së haxhit, haxhinit edhe fillojnë me u mërzit, po thuaj se kanë shku me një vend, pra për të bërë qef, edhe kur do të kthehemi në shtëpi. Haxhiler, vëllezër të ndershëm, pas shumë herave po e përsëris,
ndodh që nuk tipet mundësia në jetën tonë më me shku në Qabe, shfrytëzohet me namaz, shfrytëzohet me dua, kur të jesh rreth Qabës, lutu me emra një nga një për familjarët e tu, po edhe për neve, edhe për xhamatlit, edhe për ata që falen bashkë me ty e kështu me radhë, sepse për këtë punë po shkon, shfrytëzohet për namaz, shfrytëzohet për lutje, shfrytëzohet për të gjitha vendet, sepse thamë është udhëtimi jetës. Dhe porosia e fundit është se duke qenë se kryerja e haxhit don pra ka vështirësi, don zahmeti sepse kemë me u pastru prej gjunaheve, mëkateve, por falë Zotit, Allahu xhelle xhelalu i ka lehtësu udhëtimin dhe mekanizmat, kështu që në mesin e tyne janë dhe haxhallarët. Andaj mundohu për çdo çështje me u konsultu me haxhallarët të cilët janë të thirrur dhe janë pjesë e jotja në haxh. Mundohu mos me kry diçka pa u konsultu me haxhallar, ata që janë përgjegjës, sepse jetu shku me kry një shtyllë të Islamit. Mos ndodh me gabu diçka mu këthy në venin tënë, sikur që ka ndodhur në kaluarën, masi që jemi këthy, na ka thonë, hoxh nuk e kum bë këto dhe këto dhe këto. Pra të ndershëm vëllezër, haxhi vërtet është shumë i madh, shumë i çmueshëm për atë i cili është i përkushtuar, prandaj edhe mundësitë sot janë më të mira, më të favorshme se sa që kanë qenë të kaluarën. Allahu xhelle xhelalu edhe një herë u lehtësoft rrugën haxhilerëve, e inshallah kyn haxhin e pranuar dhe kthehen me mëkatet e falura, gjejnë familjet e tyre shëndosh dhe mirë, dhe Allahu na mësof neve të tjerëve që shkojmë viteve të tjera në haxh dhe në umre. Allahu i pranoft të gjitha ibadetet tona dhe tuajat. Allahu na udhëzoft neve dhe familjarët tanë dhe tuajt. Allahu udhëzoft të rinin dhe popullin ton. Lusim Allahun xhelle xhelaluhu që të shëron të smurit tanë dhe të mëshirën të vdekurit tanë.